Vllaznia në futboll për vajza po përjeton një tjetër sezon pozitiv duke konfirmuar statusin e saj si skuadra dominuese e këtij sporti në vend. Presidenti i Vllaznisë Lazar Matia vlerëson ecurinë e ekipit duke e cilësuar atë si një rrugtim të suksesshëm që nis nga paraqitjet në Kupën e Europës dhe po vijon në kampionat e kup. Nga eliminimi i Champions League, duke pasur edhe renditjen e mirë ekipi jon, kishte drejt të merrte pjesë edhe në kupën në Europa Cup, është një kupë që është zhvilluar për herë të parë edhe UEFA ka aplikuar për herë të parë këtë sezon. Edhe mendoj që në turin e parë të kësaj kupe bëmë mirë se eliminuam ekipin e Ukrainës. Kjo gjë u pasqyrua edhe në fazën e parë në kampionat, sepse ekipi në gjatë fazës parë arriti gjitha fitore, ishin fitore të pastra me gjitha ekipet, si brenda ashtu dhe jashtë. Kena majtë të ritmin e ekipit prej vitesh, kena rujtë një pjesë të kontingjentit që ky ekip ka prej vitesh. Matia thekson se ekipi ka vuajtur mungesën e një rivali të denj për shkak të diferencës së ndjeshme në cilësi me skuadrat që e ndjekin në kampionat. Jo vllaznia, po çdo kampionat kur ka rivalitet prodhon ekip kampion më të fortë. Kjo nuk ka nevojë për laps, as për letër, as për mend, as për kalem. Kjo është diçka që i dihet në futboll. Kjo nuk është përgjegjësia e vllaznisë absolutisht, vllaznia bën punën e vet. Ndërkohë Kupa e Shqipërisë për vajza ka hyrë në fazën më vendimtare të saj. 4 skuadrat më të mira të këtij edicioni, Vllaznia, Teuta, Gramshi dhe Apolonia, kanë siguruar kalimin në gjysmëfinale, duke qenë tashmë vetëm 2 hapa larg trofeut. Teuta është kundërshtari i rradhës në kupë, ndërsa Vllaznia synon të vijojë rrugtimin drejt një tjetër trofeu.